Buçim në bu, CHI. Bu, CHI. Po. Përshëndetje, Fabian. Përshëndetje. Si je? Mirë, si jeni? Si kalove? Mirë. Shumë faleminderit që pranove ftesën për të ardhur në podcast. Me kënaqësi. Nuk e kemi si podcast i Ramës, as i doktorit, kështu që jemi më shumë për të ndarje mendime dhe jo për të bërë qef njëri tjetrit. Pavarësisht se do ta bëj dhe i qefim për faktin se ti ishe dhe tek space i Lolitës. Ne i përshëndesim stafin e Lolitës që mundsojnë ato space aq të bukura dhe aq të duhura ndonjëherë. Edhe mua më ka ndihmuar personalisht se më kanë dhënë platformë, po edhe kandidatët e rinj si ti vetë edhe të tjerë me radhë, domethënë që kanë gjetur mbështetje dhe mbamën që do vazhdojnë të gjejnë akoma mbështetje sepse si pjesa e madhe e Lolitës edhe shumë të rinj jemi të etur për gjak të ri. Unë personalisht nuk i kam ndjekur asnjëherë podcastet e Edi Ramës dhe të Berishës, kështu që jam i sigurt që do jetë diçka e ndryshme, po të ishte e njëjta gjë si ata, s'do pranoja. Fabian, unë kam dëgjuar atë space dhe ne do ta vëmë kur ta ngarkoj episodin normalisht do vë dhe linkun që njerëzit të shkojnë të dëgjojnë dhe atje diskutimin që ne kemi bërë. Por për pjesën e publikut e dëgjuesve të mi që nuk të njohin, unë do kisha dëshirën nëse ti mund të bëje një prezantim të vetes tënde nga ana profesionale dhe politike. Po, unë jam Fabian Topollai, jam prej 12 vjetësh punoj si pedagog i drejtës kushtetuese në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Drejtësisë. Jam njëri që jam angazhuar shumë herët me politik dhe me angazhim publik. Angazhimin më të madh politik e kam pasur në strukturat e Partisë Demokratike, kam qenë një nga të rinjt e forumit rinor më aktiv dhe si thua më publik. Dhe me vullnetin tim të lirë kam vendosur të largohem nga Partia Demokratike në vitin 2017, në një kohë që mendova që Partia Demokratike nuk po ecste më, si thua, në rrugën e drejtë dhe kishte devijuar qëllimin thelbësor të një partie politike që në fakt është përmbushi, si thush, ato qëllimet e përbashkëta të antarësisë dhe të vlerave që përfaqëson, sepse u kthye në një parti për hir të vërtetës, në një parti që shërbente vetëm leadershipit saj për të forcuar pozitën e leadershipit saj. Në atë periudhë kam qenë edhe antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, përfaqësues i Partisë Demokratike, dhe përpara se të largohesha nga Partia Demokratike, kam kthyer mandatin Partisë Demokratike, pra kam dhënë dorëheqjen nga Këshilli Bashkiak, sepse atë mandat e kisha marrë si përfaqësues i Partisë Demokratike dhe s'kisha pse ta mbaja për sa kohë po largohesha prej asaj partie me vullnetin tim të lirë për hir të vërtetës. Por mbas 6 muajsh jam rizgjedhur si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, sepse isha kandidat me të vetme forcë opozitare në 2019, nëse mbani mend, që konkurroi në ato zgjedhje. Në atë kohë Partia Demokratike mendoi se shpiku rrotën dhe do mund të përmbyste dynjan duke mos hyrë në zgjedhje dhe duke djegur mandatet. Ne ishim të vetmit që i thamë që kjo është një gjë që jo produktive, do t'ju kthehet në kundër. Sot, në fakt, koha na ka dhënë të drejtë, sepse Partia Demokratike, një nga problemet kryesore që po e vuan sot e kësaj dite është pikërisht bojkoti i atyre zgjedhjeve dhe djegja e mandateve. Dhe prej 4 vjetësh jam këshilltar i vetëm bashkiak opozitar me Veliajin, për shkak se pra kandidova në zgjedhjet e 2019-s, jam përpjekur shumë të bëj opozit me Veliajin, sepse jam nga ata që mendoj që Veliaj ka shumë nevojë për opozit, sepse është një drejtues i keq dhe abuziv. Për hir të vërtetës kam pasur një censur shumë të fortë nga media tradicionale, sepse media tradicionale kontrollohet nga palët. Dhe sigurisht media që kontrollohet nga Veliaj më ka censuruar sepse më konsideronte opozitar.
Po për fat keq më kanë censuruar dhe pala tjetër sepse ka pasur hall mos spikasja si opozitar dhe mos humerja në një cop të oborrit opozitës, sepse ata e kanë shumë të rëndësishëm të jenë zotruesit e vetëm të opozitës. Dhe për këtë shkak ky mandat i Këshillit Bashkiak ka kaluar pa një opozit të vërtet, për arsyeën kryesore sepse opozitar ka qenë vetëm një, ndërkohë që do duhet ishte pothuajse afërsisht gjysmë, kështu është në kushte normale, por edhe për këtë arsyeën tjetër që edhe i vetmi opozitar që kam qenë unë atë Këshill Bashkiak është censuruar maksimalisht nga dy palët dhe Velia, si thuash, ka pasur një mandat ku Këshilli Bashkiak, që do duhet të jetë organi kryesor, oponent dhe balancues i punës kryetarit bashkisë, ka qenë vetëm një notarizues si akteve të tij dhe salla e Këshillit Bashkiak ka qenë një skenografi për fjalimet patetike të Erion Veliajt një herë në muaj. Ndërkohë, unë kandidoj përsëri për të rizgjedhur si këshilltar bashkiak, shpresoj shumë që të arrijë, kandidoj në logon e Aleancës Progresiste LZK me numrin 10 në fletën e votimit. Ne jemi një bashkim partish politike dhe organizatash të tjera, të cilat kandidojmë në këto zgjedhje vetëm për Këshilla Bashkiak, konkurrojmë kudo në Shqipëri, në Tiranë, unë jam i pari i kësaj liste për Tiranën dhe shpresoj shumë që të rizgjidhem si këshilltar bashkiak. Dhe kam deklaruar që kushdo që të fitoj për kryetar bashkie, me shpresën që të fitojnë kandidatët, një prej kandidatëve të opozitës, që do të votohet, do të mbështetet edhe nga unë përsëri edhe po fitoj kandidati i opozitës që do të votoj unë dhe që shpresoj të zvendësoj Erion Veliajin, unë përsëri do të jem në opozit me të, sepse mendoj që më shumë se për çdo gjë tjetër, Këshilli Bashkiak ka nevojë për këshilltar opozitar me kryetarin e bashkisë, sepse ne kemi ndërtuar një sistem shumë të keq politik, atë sistemin e kryetarokracisë që i kemi dhënë shumë pushtet kryetarëve kudo në çdo institucion, përfshi edhe në bashki, dhe çdo kryetar abuzon me postin dhe për këtë arsye pra ka shumë nevojë për këshilltar opozitar. Shpresoj shumë që të jem këshilltar opozitar dhe të vazhdoj punën time, të zgjidhem pra si këshilltar dhe të vazhdoj punën time si një këshilltar opozitar, kushdo të jetë kryetari i bashkisë. Kalojmë atje. Si fillim për sa i përket Aleancës Progresiste LZK, cilat janë pjesëtarët kyç ose le të themi partitë kyçe që përbëjnë Aleancën Progresiste LZK? Po Aleanca Progresiste LZK është bashkimi i 2 apo 3 partive dhe një grupi organizatash jo qeveritare. Ne jemi në opozit, gjithë formacionet që janë bashkuar në Aleanca Progresiste në LZK janë në opozit, pra janë formacione opozitare dhe ne me bashkimin tonë dham një shembull të ndryshëm nga ajo që po ndodhet në partinë kryesore opozitare, në Partinë Demokratike. Pra në një kohë që ata po ndaheshin brenda Partisë Demokratike, ne u bashkuam me Lëvizjen për Zhvillim Kombëtar të zotit Dashamir Shehi, që është edhe drejtuesi i këtij koalicioni, Partia Bindja Demokratike, një pjesë dhe një fraksion jo i vogël i Partisë Lëvizja për Ndryshim të drejtuar dikur nga zonja Topalli, që tani zyrtarisht është shkrirë, dhe një grup shoqatash dhe organizatash jo qeveritare. Por më shumë sa bashkimin vetvete, ky bashkim ka vlerë për kohën që u bë. Ky ishte një bashkim midis forcave opozitare në një kohë që forca kryesore opozitare ishte duke u ndarë për të disa të herë, ndoshta me ndarjen më të rëndë dhe me pasoja që kjo forcë do të ketë në historinë e saj politike. Bindja Demokratike dhe duke qenë automatikisht dhe Aleanca Progresiste LZK shifet si ajo ardhmëria, ajo pjesa e re e demokratëve, le të themi. Demokratëve ndryshe nga bota ne kemi të djathtë dhe jo të majtë. Edhe është ajo e djathta e re, djathta me gjithë të rinj që sjellin bagazhin e tyre nga profesionet ndryshme e tjerë. Dhe në këtë aleancë, domethënë, është kryetar Dashamir Shehi. Pavarësisht se ai është një person jashtëzakonisht shumë pozitiv, që ka një lloj statike që me qëndrime të pandryshuara dhe të drejta deri në një farë pike, nuk është të t'i pëlqejë gjithë, por që është statik dhe është i palëvizshëm deri diku. Me që
Juve keni këtë pjesë me sa Muhamedi edhe bini demokratike, domethënë nëse ka qenë diçka që është ajo që përfaqëson terren, domethënë dashamirësej edhe bashkimi me LSHK-n është për faktin se përputheshin idealet apo ishte thjesht një, le të themi, strategji për të krijuar një bashkim për të fituar sa më shumë, domethënë sepse dashamirësej është figurë etj etj. Po neve na ka bashkuar jo vetëm me zotin Shej, po edhe me këta të tjerët që ju shpjegova, na ka bashkuar ideja. Ne jemi të vetmet forca politike dhe faktor politik që jemi bashkuar në Aleancën Progresiste LSHK, të cilët një zëri dhe kemi qenë gjithmonë të njëjtën gjatësi vale dhe mendim politik që problemi kryesor që ka Shqipëria sot janë pikërisht ato ndryshimet kushtetuese të 2008-s që e themeluan dhe cimentuan sistemin e kryetarokracisë. Kështu që neve ndjejmë veten në të njëjtën gjatësi vale me zotin Shej, pavarësisht se kemi qenë parti politike të ndryshme dhe në një periudhë kohe të caktuar edhe me, si thua, me rrugtim jo krejtësisht të unifikuar politik, por kjo ka pak rëndësi. Rëndësi ka që ne kemi një ide të përbashkët. Dhe në politik ideja është gjëja kryesore. Po ashtu neve me zotin Shej në bashkojnë edhe disa element tjerë, zoti Shej dhe njerëzit e tij, po apo edhe faktorët e tjerë që janë bashkuar Aleancës Progresiste LSHK, pavarësisht se cilas parti apo cilit fraksion, të gjithë janë njerëz të cilët pavarësisht moshës nuk kanë qenë kurrë në qeverisje dhe nuk janë akuzuar kurrë për korrupsion dhe për abuzim në qeverisje. Pra, na bashkon nga njëra anë thelbi dhe ideja që problemi kryesor që ka sistemi politik sot janë ato ndryshimet e 2008-s që cimentuan sistemin e kryetarokracisë, na bashkon edhe profili i të gjithë njerëzve që janë bashkuar në Aleanca Progresiste LSHK, ku përfshihet edhe zoti Shej. Pra njerëz asnjëherë të përfolur për korrupsion, asnjëherë të përfolur për abuzim me pushtetin, pjesa dërmuese dhe asnjëherë të lidhur me pushtetin vetvete. Kështu që ne mund bënim edhe një bashkim më të gjerë se sa kaq, por ne deshëm domosdoshmërisht që bashkimi jon të përputheshe në këto dy element, pra të përputheshe ideja, por edhe profili njerëzve që i bashkoheshin kësaj aleance dhe këtij koalicioni. Dhe kjo aleancë dhe ky koalicion, në gjykimin tim, këtë ka stacionin e parë 14 maj, por nuk do të mbyllet në 14 maj, por do të vazhdojë edhe pas 14 maj këtë projekt politik që neve shpresojmë shumë që të ketë sukses dhe frytet e tij kryesore t'i japin në zgjedhjet e përgjithshme të radhës. E kuptoj, më bëhet qefi nga njëra anë që ju kandidoni vetëm për këshill, sepse është goxha vendim pragmatist, le të themi, është i mirë menduar, pasi le të themi të drejtën është shumë e vështirë të mundesh ata që kanë kapur sistemin me kthetrat e tyre dhe nuk e lëshojnë. Kështu që është më mirë ndonjëherë të thjesht njofësh fuqitë tua dhe të bësh maksimumin ato. Po neve kemi qenë aleanca dhe koalicioni i parë, subjekti i parë zgjedhor, opozitar që kemi deklaruar që do të garojmë më vete nga partitë kryesore të opozitës në garën e ardhshme elektorale. Sepse neve mendojmë që përfaqësojmë një profil krejt të ndryshëm politik dhe një mundësi krejt të ndryshme politike nga forcat kryesore opozitare dhe nga leadershipi i tyre siç është zoti Meta dhe zoti Berisha në këtë rast, por edhe pjesa e trashëguar me zoti Basha. Po ashtu, ne kemi qenë të vetmit që deri në fund këmbgulën që të paktën opozita në këto zgjedhje lokale të bashkoheshe sa i përket kandidatit në mazhoritar, sepse zgjedhjet lokale japin mundësi për dy vota. Pra vota proporcionale për këshilla bashkiak, që ne e tham që në fillim që do dalim më vete sepse përfaqësojmë dhe duam të realizotojmë një mundësi të ndryshme politike nga forcat e tjera kryesore të paktën opozitare, nga një anë dhe nga ana tjetër bën përpjekjen maksimale që opozita të unifikoheshe të paktën në kandidatin për kryetar bashkie, për të qenë më e mundshme suksesi përballë kandidatëve të mazhorancës. Ne ishim të vetmit që artikuluam këtë ide dhe këtë nevojë për bashkim, madje e shkuam edhe më tej kur i kërcënuam palët dhe ju tham që një juve nëse nuk e zgjidhni konfliktin midis vetes, na lind edhe neve e drejta të dalim në mazhoritar që
të trëmbeshin me këtë shpresë, në fakt të dy palët e Partisë Demokratike janë shumë të qarta në lëvizjen e tyre. Qëllimi i tyre nuk është të fitojnë zgjedhje dhe të fitojnë kandidatit i tyre, qëllimi i tyre është të forcojnë pozitën e tyre. Dhe për këtë arsye, ky bashkim nuk u realizua në pjesën më të madhe, në një pjesë kryesore të Shqipërisë, sepse ku përfshihet edhe Tirana, që mban peshën kryesore dhe fatkeqësisht opozita ka dalë me më shumë se një kandidat në Tiranë. Dhe për këtë arsye shanset janë për hir të vërtetës më të vogla. Por e kundërta ndodh në garën për Këshilla Bashkiake. Opozita, duke qenë se është me shumë oferta, është Aleanca Progresiste, LXK, janë forcat kryesore opozitare të bashkuara në koalicionin Bashkë Fitojmë, është Partia Demokratike situar zyrtare e njohur nga gjykata me logon e saj, po janë edhe shumë parti të tjera opozitare, Partia Agrare, Partia e Çad, Nisma Thurje, Lëvizja Bashkë, të cilët për hir të vërtetës janë të gjithë opozitarë dhe duke qenë se opozita është kaq plurale në këshillat bashkiake, në votën për këshillat bashkiake, ne kemi shumë shpresë që të paktën në këshilla bashkiake, që është vota proporcionale, ku ti do të votosh për partinë politike, partitë e opozitës të grumbullojnë më shumë vota se sa partitë e majorancës, që është kryesisht Partia Socialiste. Kuptoj. Shive, përmendë pa më parë që keni qenë para rendës, domethënë në marrjen e vendimeve në pikasin e disa ndodhive, sidomos brenda opozitës, por edhe me gjërë në vendosje dhe një standardi të ri, po të themi të drejtën, një njeri i thjeshtë që nuk ka kohë të analizojë gjitha gjërat, pyetja e parë që bën do ishte që mbase jo ti personalisht, po çfarë bënte Dashamir Shej në kohën kur ai ligji i famshëm i kryetar Lëkut u vu në fuqi, kur u zhduk çdo lloj fuqie të vegjelve dhe u krijua kjo lloj sistemi që sot po i dëmton të gjithë. Dashamir Shej në atë kohë nuk ka qenë deputet dhe s'kishte asnjë mundësi qoftë edhe formalisht të votonte kundër atij ligji. Po pjesë e grupimit ton janë edhe deputet që kanë qenë kur ai ligj kaloi në kuvend. Njëri prej tyre për shembull është zoti Astrid Patozi, ka qenë deputet, ka qenë nënkryetari i Partisë Demokratike dhe me drejt kjo pyetje mund të shtohet për të. Çfarë bëri zoti Patozi? Po në atë kohë zoti Patozi e votoi këtë ligj, ama ka qenë deputeti i parë i Partisë Demokratike që e ka denoncuar dhe është distancuar nga kjo votë. Që në vitin 2013 që Partia Demokratike ka kaluar në opozitë, zoti Patozi ka kërkuar në emrin e tij personal Partisë Demokratike të distancoheshe nga ky ndryshim kushtetues që ka qenë baza e çimentimit të sistemit të kryetarokracisë. Dhe Partia Demokratike jo vetëm nuk u distancua kurrë, po sot e kësaj dite Partia Demokratike në thelb e mbështet sistemin e kryetarokracisë dhe ndryshimet kushtetuese të 2008-s. Të dy copat e saj mbështet, sepse asnjëherë nuk kanë thënë që ndryshimet e 2008-s kushtetuese janë gabim dhe janë kontribues në këtë sistem elektoral që është baza e kryetarokracisë dhe pse ne kemi këtë sistem politik. Gjithashtu, jo vetëm zoti Patozi ka qenë si thur denoncuesi i parë i opozitës për këto ndryshimet e 2008-s dhe propozuesi i parë që opozita të bëhej nismëtare për çmbërjen e këtyre ndryshimeve, po zoti Patozi ka qenë themeluesi i bindjes demokratike në vitin 2019 që pikën e parë të programit saj politik ka pikërisht goditjen e sistemit dhe minimin e sistemit të kryetarokracisë. Po ju vë në vëmendje që koncepti dhe tokfjalëshi kryetarokraci për herë të parë është përmendur në programin e bindjes demokratike, në krijimin e saj, dhe që në atë kohë në vim kjo fjalë mori një përhapje të gjerë, ky koncept pikërisht sepse është koncepti që perifrazon më mirë problematikën që ka sot Shqipëria. Atë sistemin politik ku 2-3 njerëz që janë këta kryetarët e partisë apo
në çdo institucion drejtuesit e institucionit, kryetarët pra të institucioneve kanë të gjithë pushtetet dhe marrin të gjithë vendimet dhe kanë cënuar demokracinë në vend, sepse në një sistem demokratik të gjithë vendimet dhe vendimet duhet i marrin vetëm qytetarët. Këta kanë ngritur një sistem politik që pavarësisht si votojnë qytetarët, vendimet gjithmonë i marrin 2-3 njerëz, sepse qytetarët kur shkojnë të votojnë nuk kanë mundësi të zgjedhin përveç se 2-3 njerëzve. Dhe na ndodh ajo gjëja shumë e rëndë që pavarësisht se kush fiton midis këtyre 2-3 kryetarëve, përsëri në fund të zgjedhjeve të gjithë ata janë si thuash fitues. Pse? Sepse njëri zotron opozitën dhe kjo nuk është një pushtet i vogël, tjetri zotron mazhorancën, ai ka ca pushtet më shumë se ky që zotron opozitën, por as ky që zotron vetëm opozitën nuk është pa gjë fare, sepse të dy palët i kanë të siguruara, si thuash, postet e tyre dhe pozitën e tyre, pavarësisht se qytetarët mund mos t'i duan dhe do duan t'i ndrojnë. Do me thënë që ka të drejtë qytetarët kur konspirojnë që thonë pastaj që kot me ta, se ata janë bashkë. Në thelb ata janë bashkë. Madje për ta kuptuar në mënyrë shumë të drejtë për drejtë pse ata janë bashkë, mjafton të vëmrej që PD-ja me PS-n ndahen për çdo gjë, janë kundra njëra tjetrës për çdo gjë, por nuk ndahen një gjë, nuk ndahen tek sistemi elektoral dhe sistemi politik që mbahet të këmbë edhe nga sistemi elektoral. Po ta vësh re, as PD-ja nuk i denoncon si problematike ndryshimet kushtetuese të 2008-s, as PS-ja nuk e bën këtë. Po ta vësh re, as PD-ja nuk kërkon një sistem elektoral të ndryshëm që të zvogëloj pushtetin e kryetarëve të partive që përcaktojnë deputetët, përcaktojnë listën, qëndrojnë tërë jetën në krye, as pala tjetër nuk e kërkon këtë. Pra në thelb, për sa i përket sistemit, ata janë bashkë. Pse janë bashkë? Se përfitojnë të dy në mënyrë të njëkohshme nga ky sistem. Ata konkurrojnë me njëri tjetrin vetëm kush do marrë pushtetin më të madh, nuk konkurrojnë për asgjë tjetër me njëri tjetrin. Po Fabian, po mirë, si, domethënë i përmend pak më përpara edhe partitë e vogla të tjera, domethënë që jeni goxha, opozita është goxha pluraliste, ka shumë lëvizje të ndryshme nga dy akahet e ideologjive politike. Po në qoftë se këto dy përbinçet, këto gogolat e mëdhenj janë bashkë dhe janë në luftë të hapur, le të themi, kundër juve që jeni pluraliste dhe në këtë rast, le të themi, ana e mirë e medaljes. Sa shanse kemi ne po? Shiko, shanset janë të vogla. Jo janë të vogla. Ne kemi më vështirë se të tjerët, sepse ne jetojmë në një sistem që është e pamundur që të mbytet pafundësisht demokracia. Gjërat do ndryshojnë një ditë, kjo nuk ka asnjë diskutim, por ne kemi më të vështirë se të tjerët. Pse kemi më vështirë se të tjerët? Kemi më vështirë se të tjerët sepse këtu palët janë bashkë dhe kanë bërë këtë sistemin politik. Po a kemi ne një mënyrë tjetër? Jo, ne nuk kemi asnjë mënyrë tjetër. Ne kemi vetëm metodën politike. Ne nuk kemi as organ prokurorie që t'i marrim dhe t'i çojmë në burg nëse na rezultojnë që ata kanë abuzuar me pushtetin, nuk kemi as revolucionar që të marrim armët dhe t'i ndjekim nga mbrapa. Në një sistem demokratik, e vetmja metodë dhe mënyrë që kanë aktorët politik për të arritur qëllimet e tyre është vota. Sigurisht ne kemi më të vështirë se shtetet e tjera, se Kosova, se Greqia, ku këto formacionet e reja politike kanë shumë kollaj sukses, këto formacionet anti-establishment, por kjo do thot vetëm që luftat e ne është më e vështirë dhe koha që do të marri për të arritur rezultatet, kjo përpjekje do të jetë më e gjatë. Por është e sigurt që, si thuash, rezultatet do të vinë një ditë. Pse? Sepse gjithmonë më shumë numri qytetarëve që kuptojnë që vota për një nga dy partitë e mëdha është një vot për të njëjtën gjë, për të mbajtur këtë establishment në këmbë që do të jenë të njëjtët drejtues, të njëjtët politikan dhe i njëjti sistem që e zhvlerëson votën tonë, do të rritet nga dita në ditë. Dhe do të vijë një moment që kjo masë e njerëzve që kanë kuptuar në thelb problemin do të bëhet aq e madhe sa që me vot ata ndryshimin do ta sjellin. Se si pengohet ndryshimi sot? Për shembull, ndryshimi sot pengohet nëpërmjet sistemit elektoral.
vota për një parti të vogël në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare është një votë që shkon dëm, po nuk arriti një masë shumë të madhe votash. Për shembull, duhen 25% e votave për një parti të re në Gjirokastër për prodhuar një mandat. Duhen 33 në Kukës për prodhuar një mandat. Ndërkohë që në Tiranë duhen 3-4% për të prodhuar një mandat. Ama është e sigurt që ne nuk do fitojmë dot mandat që ditën e parë në Gjirokastër dhe në Kukës, por mund të fitojmë në Tiranë, Durrës dhe Elbasan, në qytetet e mëdha, në qarqet e mëdha, edhe për të arritur këtë duhet një masë e caktuar njerëzish, dhe pastaj këta njerëz që do futen për herë të parë me këto ide dhe nga këto forca të reja politike në parlament do të bëhen promotorët e ndryshimit. Kuptoj. Pyetja që të vendosen edhe një lloj standardi tjetër të bërjes së debatit politik dhe duke edhe paraqitjes së analizave. Për disa sekonda t'i lëm pak më njanë këtë problematikën që ka PD dhe PC, domethënë të fokusohemi pak në rastin të huaj tek Aleanca Progresiste LZHK. Cilat janë politikat që Aleanca juaj do ndjekë, domethënë ato vlerat është e cekët si fjalë, po le të themi flamurtari i Aleancës. Pikat që juve theni ne qëndrojmë për to, ne duam të implementojmë këto gjëra kur të jemi në Këshill dhe do mundohemi gjithkohës. Nëse do të flasim për aspektin makro, sigurisht ideja kryesore e Aleancës Progresiste LZHK është nevoja që ka shoqëria për një ndryshim thelbësor dhe jo vetëm për rotacion. Që do të thotë casus belli jon kryesor është të bëhemi promotor për të detyruar palët për të filluar ndryshimi i sistemit politik, sepse në gjykimin ton ky është problemi kryesor që ka Shqipëria. Në gjykimin ton të gjitha problemet kryesore që i vijnë Shqipërisë është pikërisht sepse sistemi politik ju ka dhënë një forcë të jashtëzakonshme disa kryetarëve partive dhe drejtuesve të institucioneve, të cilët bëhen të pasvendësueshëm me kaq shumë pushtet sa kanë dhe bëhen dhe abuzues. Dhe ky është si thua koncepti kryesor. Po ta përkthejmë këtë koncept në qeverisjen lokale, sigurisht edhe qeverisja lokale ka problemin e kryetarokracisë, madje e ka shumë të rëndë. Dhe u rëndua edhe më shumë ky problem në këtë mandat të kryebashkiakëve, sepse nuk kishte fare opozit në këshillat bashkiake. Dhe neve kemi edhe kur ka pasur këshilla bashkiake plurale, përsëri kemi pas disa kryetarë bashkish që kanë një volum aq të madh pushteti dhe kompetencash, saqë ata gjithmonë abuzojnë me pushtetin e tyre. Kanë shumë pushtet, kanë pak kontroll nga ligji dhe kjo i bën që ata gjithmonë të abuzojnë. Ajo që ka ndodhur me kryetarët e bashkive në Tiranë, na bën neve përshtypje që të gjithë kryetarët e bashkive të Tiranës janë bërë kryetar partish, si ka ndodhur kjo. Erion Velia, ky Edi Rama, nga kryebashkiak grumëlloi shumë pushtet ekonomik dhe pushteti ekonomik e përktheu në pushtet politik dhe arriti të merrte Partinë Socialiste të Shqipërisë pa pasur asnjë kontribut real në këtë parti. Lulzim Basha të vetmen vlerë që kishte pse hypi në krye të Partisë Demokratike ishte se ishte kryebashkiak i Tiranës dhe të njëjtën gjë ndodhte edhe me Erion Velia, që ka vënë në fundër çdo media, çdo faktor ekonomik dhe politik në qytet. Pse? Sepse bashkia të qenit kryebashkiak, aq më tepër në Tiranë, të jep një volum aq të madh pushteti, saqë kushdo të jetë në vend të Veliajt, në mos më pak do të abuzoj patjetër. Kështu që ta përkthejmë këtë ide në pushtetin lokal, do thotë që këshilltarët tanë, kushdo që të fitoj në krye të bashkive, do të jenë opozitar me ta dhe do të jenë syri 4 i qytetarëve për të kapur dhe për të denoncuar çdo abuzim që këta kryebashkiakët bëjnë. Si e vetmja mënyrë për të për të rritur kontrollin ndaj tyre në mënyrë që abuzimi i tyre të jetë sa më i vogël. Ju vëm në vëmendje që një këshill bashkiak plural me disa këshilltarë të cilët nuk janë të asnjërës prej palëve kryesore, kushdo që të jetë kryebashkiak, këta këshilltarët bëhen
si thuash, ajo leva që duket e vogël, po bën një fuqi të madhe, sepse ata kanë mundësi të bllokojnë, si thuash, punën e kryetarit bashkisë. Dhe pa ata kenë këtë mundësi, ata e detyrojnë kryetarin e bashkisë të bëjë disa gjëra të mira dhe të vlefshme. Pra vetëm ngushtimi i pushtetit të tij mjafton që ai të bëjë një punë më të mirë dhe të detyrohet pra të bëjë një punë më të kontrolluar. Por siç ju thash, qëllimi kryesor është që neve të bëjmë një mas të caktuar njerëzish për të arritur një ditë të futemi mbasi hym dhe përfaqësohemi në Këshilla Bashkiake. Kjo të jetë baza, këto vota dhe këta votues dhe kjo ide që ne të futemi një ditë në parlament dhe nëse grupi i deputetëve nesër pas nesër në parlament, të cilët kanë si qëllim kryesor ndryshimin e sistemit politik dhe elektoral, janë një grup deputetësh që, si thuash, përcaktojnë balansën se nga vete qeverisja, ata edhe me 3-4 deputet i arrin dhe i përbushin qëllimet e tyre për të rrëzuar ndryshimet e 2008-s apo për të ndryshuar të paktën sistemin elektoral për ta bërë më të hapur. Si e bëjnë këtë? Kushtëzojnë votat e tyre për qeverisjen pikërisht me qëllimin e tyre. I thon palëve që ne vim dhe t'japim vota ty për të bërë mazhorancën, në rastin se ato nuk e kanë të vetë me këtë pushtet, me qëllim që ti të ndryshosh një kodin elektoral, të bësh ligjin për referendumet që t'japim për shumë pushtet qytetarëve e kështu me radhë. Që do të thotë që ne nuk duhet presim që qëllimet tona që duken shumë madhore të përmbushen në mënyrë të menjëhershme. Jo, ato përmbushen dot në mënyrë të menjëhershme dhe nuk është nevoja që ne të fitojmë shumicën që t'i përmbushim qëllimet tona. Ne i përmbushim qëllimet tona edhe po të fitojmë vetëm një përfaqësi të caktuar. Mjafton që ajo përfaqësi të vendosi kushte, të ndajë se kush do të jetë, si thua, shumica të bëhet kingmaker dhe po ti është një kingmaker me qëllime të mira, ti edhe me 3-4 përfaqësues arrin i përmbush këto qëllimet. S'ka nevojë të fitosh të gjithë pushtetin në mënyrë të menjëhershme. Ne kuptoj. Përveç bllokimeve ose kontrollit ose denoncimeve, domethënë për sa i përket kryetarëve të bashkisë dhe projekteve të tyre, keni parashikuar në plan ose projekte nga ana juaj që juve do i paraqisni në bashki? Tani shiko, unë në gjykimin tim si vetmi këshilltar opozitar në Bashkinë e Tiranës që isha këto 4 vite, kam pasur kritika për kandidatët të paktën të Tiranës, të cilët e kanë përqendruar betejën e tyre te këto aspektet thellësisht teknike dhe komunale. Në gjykimin tim problemi më i madh që ka sot Tirana nga qeverisja e Veliajt nuk janë as fakti nëse autobusët janë me leka pa falas, nuk janë as fakti nëse sheshi Skënderbej kalohet nëpërmjet një unaze të vogël apo i hyet drejt për drejti poshtë. Problemi kryesor që ka Tirana është kryebashkiaku me pushtet aq të madh dhe abuziv saqë po vret demokracinë. Na bën përshtypje që kryebashkiaku i Tiranës i ka të gjithë mediat me vete dhe nuk e kritikon askush. Na bën përshtypje që kryebashkiaku i Tiranës është një njeri me pushtet të jashtëzakonshëm saqë po konkuron edhe kryeministrin e vendit. Na bën përshtypje që kryebashkiaku të Tiranës, opozitarët e tij më tepër se sa i bëjnë opozitë dhe i denoncojnë gjërat thelbësore, problematikat thelbësore, duket sikur vetëm sa e gricin sa për të justifikuar veten. Pse? Sepse kryebashkiaku i Tiranës ka aq shumë pushtet dhe ka një mendësi aq të ligë saqë po vret demokracinë dhe mënyrën se si funksionon demokracia. Kështu që në gjykimin tim, jo se unë nuk kam ide për punët komunale, por kandidati i opozitës për kryebashkiak Tiranë duhet të jetë e kundërta, duhet përfaqësoj idenë e kundërt, mënyrën e kundërt të qeverisjes, sepse në krahasim me kandidatin e Jo, ai aktuali është më keq, të themi drejtën, po hajt. Si nuk të kuptova. Ai kandidati aktuali i opozitës është deri në disa pika edhe më keq, domethënë për sa i përket politikave këtyre komunaliteteve dhe teknikaliteteve që ndjekin. Unë nuk e mendoj që është më keq. Unë në gjykimin tim më keq se Erion Veliaj nuk mund të bëhet, edhe po donim ta shpiknim. Problemi është që a do merremi ne me thelbin, a do ta kemi ne kandidatin e opozitës për kryebashkiak
një model të ndryshëm se si ushtrohet pushteti me qeverisjen dhe me qeveritarët e sotëm, apo do ta kemi thjesht një njeri që do na rregulloj ca punë komunale më shumë se ky aktuali. Unë mendoj që ne kemi kandidatin e opozitës si projekt, pra për ta projektuar si modelin e ndryshëm të bërjes të ushtrimit të pushtetit. Dhe jo të merret me gjërat komunale. Gjërat komunale, në çastin që ti merresh me gjërat komunale dhe thellësisht teknike, ti nuk po vë gishtin në plagë, ti nuk po jep zë problemit të vërtet që ekziston. Që do të thot me pak fjalë që unë po të jetë për ide dhe për çështje komunale mund t'ju them gjëra shumë të bukura dhe shumë më funksionale, por unë mendoj që problemi kryesor i Tiranës pra është modeli, mënyra se si ushtrohet pushteti i kryebashkiakut. Dhe neve këtë duhet godasim, sepse ky është problemi kryesor, dhe neve si opozitar këtë duhet kemi si qëllim kryesor, të ndryshojmë këtë model. Tani, nëse ju doni të flasim për disa nga këto çështjet kryesore që janë bërë temë debati, unë jam i gatshëm. Për shembull, nëse doni. Shiko, kam dëshirë, Fabian, për vetëm një fakt, sepse unë dua të jemi djathtë dhe unë dua të kemi të djathtët më përfaqësoj. Po kur tani kandidati që pretendoi të garojë kundër Erion Veliaj del me një politik autobus falas që është ideologji thelbësisht e majt. Absolutisht dakord. Është aja e majtës. Unë jam mbas çdo lloj shprese me këtë lloj individu. Dakord jam unë me këtë që thua ti. Po unë do ta thjeshtësoj edhe më shumë se kaq. Edhe unë njësoj si ty nuk besoj te gjërat falas. Nuk ka asgjë falas në këtë në këtë botë që të mund të ketë një element caktuar. Madje në gjykimin tim gjërat falas e përkeqësojnë shërbimin, sepse njerëzit që do paguan, po të jetë falas duhet të jetë dhe publike. Unë mendoj që private i ofron shërbimin gjithmonë më mirë se publikja. Të teshtoj dhe një fjali dhe të vazhdosh. Edhe paradoksi më i madh në Shqipëri është që unë kam pasur përfaqësues nismë sturje, kam pasur kisha edhe Arlin Qorin, edhe këta që nga këto dy partitë e mëdha trajtohen jo, po janë komunistë, janë të majt, thonë jo, nuk do e bëjmë falas. Ky që pretendon të jetë ideal i thotë do e bëjmë falas. Domethënë ku jetojmë ne në Shqipëri? Ç'është ky realiteti jon si në melizën në botën e çuditërave? Jam dakord me ty, por unë do ta thjeshtësoj edhe më shumë problemi. Nuk do ta thoste e majta dhe e djatha. E zëm për një moment që politika e majt për transport falas është më e mirë në këtë rast se politika e djathtë. A është ky problemi kryesor i transportit në Tiranë? Jo, nuk është ky. Problemi kryesor i transportit është fakti që transporti publik nuk po kryen më shërbimin e tij, se është një trafik aq i rënduar dhe transporti publik nuk ka korsi të dedikuara dhe nuk merr prioritet, saqë transporti publik po ka shpejtësinë e transportit të këmbësorit. Pra njerëzve më lirë sot dhe më shpejt ju merr të ikin në këmbë diku se sa të marrin transportin publik. Tani, a do ta kthejmë njërë në transport publik ne? A do ta bëjmë këtë transport të zhdërvjellët? A do të ofrojmë shërbimin pra si fillim që transportit ketë vlerë që të eci më shpejt se sa qetësën qytetarin këmbë? Se nëse transporti është vetëm për ata që përtojnë të ecin këmbë, nuk është transport publik, se qëllimi i transportit publik është që ti të arrish në destinacion po more transportin publik më shpejt se taksia, më shpejt se mënyrat e tjera, në mënyrë më shpejt se makina jote personale, në mënyrë që ti të lësh makinën tënde personale në shtëpi dhe të marrësh transportin publik. Neve nuk kemi transport publik, sepse transporti publik është shërbimi më i dobët nga të gjithë shërbimet në Tiranë, pikërisht sepse transporti publik ecë me një ngadalësi të jashtëzakonshme. A do themi ne thelbin nëse duam të flasim për transportin publik është pikërisht që ai nuk po ofron shërbimin sepse ka një lëvizshmëri shumë të ulët. Nuk është thelbin nëse do bëjmë falas apo jo, por le ta bëjmë edhe falas nëse arrim një ditë, po të zgjidhim një problemin kryesor të thelbit. Ideja është se e kanë shumë të vështirë këto që përfaqëson të dyja palët futen në thelb edhe të kapin të bëjnë atë
planin 1 nga 1 që në qoftë se ke një ide ta rikonstruktojnë. Unë kam parë disa nga intervistat e opozitës. Ati që është në opozitë, Velia, tu nuk shoh se unë jam i bindur që ai është i keq, edhe nuk kam nevojë ta dëgjoj fare atë individ, se nuk vlen asgjë nga ajo. Të njëjtën klasë e kam edhe unë. Asun se dëgjoj fare, unë jam i bindur që nuk votoj për të, jam kundër ti. Pikërisht. Dhe normalisht do të dëgjoj atë të tjerët. Në disa nga intervistat që unë kam parë, më vjen keq, është i paprgatitur. Njerëzit e pyesin se si do arrin këto gjë, se me që kishim këtë shembull, jo se po analizojmë politikat e tija. Kur një individ, një i ri, se është i ri mbi të gjitha, edhe pretendojë të cilëti diçka më ndryshe, kur një i ri pyet më thënë që si do implementojnë këto, do mbjellin pemë. Po pemë po mbjell ai. Pemë do mbjellësh dhe ti. Na mungojnë, shiko, projekti juaj është projekt kolosal, implementimi dhe krijimi të një shembulli të mirë për një kryetar bashkie ose për çdo kënd që ka një pozicion drejtimi. Dhe është projekt afatgjatë dhe ju përgëzoj për këtë pjesë dhe keni mbështetjen time dhe uroj që sa më shumë njerëz të mbështesin për këtë. Sepse është vërtet një projekt sublim, le të themi, por më nuk duhet ta harrojmë dhe faktin që kanë dhe përditshmëri njerëzit, duhet vënë punë. Patjetër. Tani, nëse do të flasim për ti do që unë të futem teknikisht në gjëra, pra ta lëm këtë disa, jo shumë. Pushtetin e madh, unë mendoj që problemi kryesor që ka sot Tirana është mënyra e zhvillimit. Pra, duke qenë se Tirana është zhvilluar me koncept korruptiv, pra të zhvillojmë dhe të çojmë parat në qendër, atje ku prona ka më shumë vlerë, atje ku sasia apo si thua korrupsioni na shpërblet me vlerë më të madhe. Ne kemi zhvilluar në mënyrë të gabuar një qytet që çdo gjë është e përqendruar në qytet, në qendër. Pse? Sepse atje ka vlerë leja e ndërtimit, atje ka vlerë investimi, në vlerë në kuptimin që të kthehet në mënyrë korruptive, në mënyrë të menjëhershme. Dhe ne të investimet i kemi çuar në qendër. Dhe kjo na ka sjell për rrjedhoi të gjithë problematikat. Trafiku, të tërë duhet turren në qendër për të marrë shërbimet apo për të blerë shtëpitë më të mira. Na ka sjell probleme infrastrukturës, se duke i grumbulluar të gjitha në qendër është problem edhe infrastruktura, se duhet i bësh kanalizime më të mëdha, duhet i bësh rrjet të ri të ujësjellësit me kapacitete më të mëdha. Dhe unë mendoj që problematikat kryesore, pra që ka qyteti nga aspekti i jetueshmërisë, është pikërisht sepse është zhvilluar me idenë që të zhvillojmë zonën që na sjell përfitime momentale sa më të larta, që është gjithmonë qendra. Dhe unë mendoj që qyteti ka problem në mënyrën se si është zhvilluar, për këtë arsye domosdoshmërisht një kryetar tjetër bashkie do duhet ta ndryshojë këtë koncept, të bëjë një Tiranë policentrike, ku Tirana në çdo cep të saj të ketë gjithë shërbimet dhe qytetarët mbi bazën e nivelit tyre ekonomik të jetojnë në çdo cep me të njëjtën pak a shumë standard, të paktën për shërbimet që ofron kryebashkiaku me të njëjtat shërbime publike, si kur jeton në qendër të Tiranës dhe ka mundësi të blejë një shtëpi 3.000 euro metri katror, si kur jeton në periferinë më të largët të Tiranës, në zonën e Freskut apo të Ysberishit, ku një shtëpi e gjen edhe ndoshta me 700 euro apo 600 euro metri katror. Është vetëm një mënyrë që Tirana të zhvillohet në mënyrë sa më të gjerë, sepse ne nuk e ndalim dot dëshirën e njerëzve për të ardhur në Tiranë, sepse këtu është qendra, këtu janë zhvillimi më i madh ekonomik, këtu është jeta më e lartë socio-kulturore e me radhë. E vetmja gjë që duhet bëjmë neve është që të bëjmë një Tiranë të madhe, të zhvilluar në çdo cep të saj dhe jo vetëm në qendër, atje ku ka më shumë vlerë të japësh një leje ndërtimi sepse fitohen më shumë para, apo ka më shumë vlerë të bësh, si thua, investime fasade, sepse shikojnë të gjithë njerëzit dhe ta aksesojnë fasadën tënde dhe propagandën tënde më lehtë. E kuptoj. Pa më përpara përmendëm dhe sistemin zgjedhor. Cili është sistemi zgjedhor që ju pëlqen më shumë ose ju duket më i saktë? Jo vetëm për bashkinë, por për gjithë Shqipërinë, sistemi zgjedhor kryesor. Unë mendoj që sistemet zgjedhore të gjitha kanë të mira dhe të këqijat e veta, por ky që kemi ne nuk është një sistem zgjedhor, sepse ky nuk garanton përfaqësimin. Ky është një sistem zgjedhor që
ty s'të ka vlerë vota nëse nuk e jep për njëra prej dy palëve, të paktën për zgjedhjet parlamentare. Neve kemi një sistem zgjedhor që e ka vetëm Shqipëria në botë, nuk e ka asnjë tjetër sot. Këtë sistemin proporcional rajonal dhe e kemi ndarë Shqipërinë në 12 rajone dhe kemi bërë dhe ca xhepa të vogla dhe me pak popullsi, ku vota posu hodh për dy partitë kryesore nuk ka asnjë vlerë. Për shembull në Gjirokastër, jo thash pak përpara, një parti që nxjerrë një deputet duhet marrë 25% votave. 25% votave nuk e ka asnjë mundësi asnjë parti ta marrë përveç dy partive kryesore, PD-ja dhe PS-ja. E njëjta gjë ndodh në Gjirokastër, Dibër dhe Lezhë e shumë rajone të tjera. Që do të thotë që neve nuk kemi një sistem zgjedhor që mund të themi kush është gabim apo jo. Ne kemi një sistem që të garantoj pushtetin e kryetarit të partisë më të madhe dhe kryetarit të partisë së dytë më të madhe. Njëri do jetë drejtuesi i opozitës, tjetri do jetë drejtuesi i qeverisë. Së pari ne duhet bëjmë një sistem zgjedhor, pra që të përfaqësojë dhe vota e çdo qytetarit ketë vlerë të barabartë. Dhe këtu mund të kemi një sistem mazhoritar me korrigjim proporcionali dhe me balotazh, ku të tërë palët nxjerrin kandidatët e tyre. Nëse asnjë kandidat në fazën e parë nuk merr 50% të votave, bëhet raundi i dytë, dhe ai që merr 50% të votave vete në parlament, me kusht që të ketë edhe një korrigjim proporcionali, që partia Aleanca Progresiste LZK ka marrë në gjithë Shqipërinë 35.000 vota, por kandidatët e saj, por nuk ka fituar asnjë, sepse i ka të ndara 35.000 votat, ajo nga lista proporcionale të nxjerrë 3 apo 4 deputet në proporcion me votat që ka marrë. E njëjta gjë, ky sistem elektoral ka qenë në Shqipëri deri në vitin 2007-2008, në mos gaboj. Dhe ishte një sistem shumë përfaqësues. Lëvizja Socialiste për Integrim. Në kohën e Nanos dhe mandatin e parë të Berishës, apo? Po. Lëvizja Socialiste për Integrim me këtë sistem elektoral, kur u krijua për herë të parë, nxori mos gaboj 6 deputet. Pra nuk fitoi asnjë deputet në garën e drejt për drejt, më duket ka fituar vetëm në skrapar Ilir Meta në mos gaboj, dhe por mori shumë vota në të gjitha zonat, diku 5%, diku 10%, diku 7%. Asnjëri prej tyre nuk hyri në garën e drejt për drejt si fitues, pra nuk mori 50%, por ju korrigjuan në proporcional në raport me votat që kishin marrë, ju dhan aq deputet. Një mënyrë tjetër që mund kemi, një zgjidhje tjetër shumë të mirë pa ndryshuar sistemin, pra nga proporcional ta bëjmë mazhoritar, është sistemi proporcional që kemi, por jo rajonal, por kombëtar, që çdo parti të paraqitet në fletën e votimit qytetarëve në çdo cep të Shqipërisë, të ketë logon e saj dhe të ketë një listë deputetësh dhe secila parti të fusi aq deputet në raport me votat që ajo ka marrë. Dhe sigurisht mos fusi të parët, por të fusi ata deputet që kanë marrë më shumë vota preferenciale, sepse Shqipëria nga ndryshimet e vitit 2021 ka futur votën preferenciale dhe me vendimin e gjykatës kushtetuese që u vu në lëvizje nga bindja demokratike në atë kohë, është rrëzuar hersi kodit zgjedhor që i mbyllte listat me kod zgjedhor mbasi kishte hapur kushtetuta. Sot po të bëhen zgjedhje në Shqipëri listat janë 100% hapura dhe futen ata deputet që kanë marrë brenda llojit më shumë vota preferenciale se kandidatët e tjerë të partisë tyre. Por kjo s'ka asnjë vlerë nëse ne nuk e bëjmë proporcionalin kombëtar. Ose duan ta bëjnë kombëtar, ta bëjmë me korrigjim. Ta lënë në rajonal, nëse duan patjetër rajonal sepse ndryshojnë dot kushtetutën, ta lënë me korrigjim. Pra 110 deputet të dalin në gjithë Shqipërinë nga 12 rajonet e Shqipërisë, 30 deputet të dalin nga korrigjimi, që do të thotë Aleanca Progresiste LZK mund të ketë marrë 35.000 vota në gjithë Shqipërinë, por s'ka prodhuar asnjë deputet. Ta marri deputetët që asaj i takojnë mbi bazën e votave dhe vlerës të totalit votave që ka marrë nga korrigjimi i proporcionalit rajonal.
Dhe si do arrijmë ne tek që të implementojmë këto ndryshime që duam? Si mund ta sillim ne ose si mund ta sillim në këtë rast për shembull, në këtë rast jo, se është për Këshillin Bashkiak, po në zgjedhjet e ardhshme të 2025-s, si mund ta implementojë një parti e vogël ose disa parti të vogla këtë, që ky ndryshim të ndodhi kur balenat janë të dyja në të njëjtin det dhe janë të gatshme ta hanë çdo lloj gjëje të mundshme që i del përpara, sepse me këtë sistem që jeni tani ju e keni të vështirë të zgjidheni, po nuk u zgjodhë që të futë uleni në parlament, si do nuk bëni dot kingmakerin. Po nuk bë dot kingmakerin, nuk bëni dot as ndryshimin e sistemit zgjedhor. Prandaj duhet politika ka shumë metoda. Metoda e parë është të arrijë ajo pika e caktuar e mbështetjes publike, që pavarësisht vështirësisë e kalon këtë vështirësi për herë të parë të paktën me 2 apo 3 deputet. Po themi një deputet në Tiranë, një në Durrës, një në Shkodër, po themi ku është një qark i madh me mbështetje opozitare. Dhe këta 3 deputetët bëjnë kingmakerin, asnjëra prej palëve nuk e formzon dot mazhorancën dhe ky kingmaker ja jep votat e saj njërës prej palës për të formuar mazhorancën me kusht që ajo të përmbushi këtë kusht të saj, që në këtë rast është ndryshimi i sistemit elektoral, apo ky ndryshimi i vogël i sistemit elektoral që në fakt sjell një ndryshim të madh në sistem. Një mënyrë tjetër është, se si që thash politika ka shumë mënyra, një mënyrë tjetër është edhe, si thuash, diskursi brenda llojit. Çfarë do të thotë? Do të thotë që nëse Aleanca Progresiste LZK merr një rezultat caktuar në këto zgjedhjet në Këshilla Bashkiake, ajo ka një forcë caktuar, po themi përsëri 35.000 vota, por marr një rezultat që s'është as shumë i lartë, pas shumë i ulët. Dhe këto 35.000 vota janë njerëzit që e përqafuan këtë ide që në zgjedhje lokale. Dhe kur të vinë zgjedhjet e radhës parlamentare, ti thua të singjashmëve tu që janë forcat kryesore opozitare. Unë bashkohem me ty në koalicion. Që të jap jo vetëm 35.000 vota, por të jap edhe frymën që ti ke nisur ndryshimin dhe ndryshon nga pala tjetër. Por me kusht që ti të dalësh dhe ditën që deklarojmë koalicionin së bashku, të thuash që ne do fitojmë pushtetin dhe në rast se fitojmë pushtetin, gjëja e parë që do përmbushim është kërkesa e aleatit ton për ndryshimin e sistemit elektoral. Dhe kjo ka një efekt tornadoje. Pra ti nuk po i çon opozitës vetëm 35.000 vota, të cilat kanë një vlerë, por po i çon opozitës vlerën e faktit që opozita po bashkohet rreth idesë së mirë, rreth ndryshimit. Dhe në çastin që opozita bashkohet rreth ndryshimit, ky ndryshim reflektohet shumë lehtë në votën popullore. Por sigurisht duhen ca vota që ti thuash të singjashmëve tu, ti u imponohesh të singjashmëve tu, që unë vin në koalicion me ty vetëm nëse ti më pranon paraprakisht këtë kusht. Dhe këtë gjë mund ta bëjnë zgjedhjet e 14 majit. Pra gjithë ata njerëz që mendojnë që problemi i Shqipërisë është sistemi politik i kryetokracisë dhe duan një ndryshim real dhe jo vetëm rotacion, ti iki dikush dhe të vi brenda të njëjtit sistem dikush tjetër, duhet të mbështesin në zgjedhjet lokale Aleancën Progresiste LZK. Pse? Sepse ne jemi mbështetësit e vetëm të kësaj ideje. Dhe ne këtë forcë që do të na jepni në 14 maj, do ta përdorim për opozitën në zgjedhjet e tjera, për ta detyruar opozitën që t'i bashkohet kësaj ideje dhe kjo forcë që mund të ketë kësaj radhe një rezultat 30-40.000 mbështetës, herës tjetër përqafohet nga gjithë opozita dhe po përqafuar nga gjithë opozita, ne mendojmë që është ideja e dur, do të përfaqësohet patjetër edhe nga gjithë shqiptarët dhe Shqipëria. E thënë Shqip, fjala jote në veç Zotit, unë shpresoj të jetë ashtu, edhe do kisha dhe unë zakonisht shumë dëshirë. Metoda politike që ne kemi, pra të shpallim idenë, të marrim në zgjedhje lokale një mbështetje nga publiku e caktuar dhe kur të vinë zgjedhjet parlamentare, t'i themi forcave të tjera opozitare që neve me këtë ide në zgjedhje lokale kemi marrë kaq vota. Ju duhet t'i bashkojnë idenë tonë si e vetmja mënyrë që neve t'ju bashkojmë ju në një koalicion të madh. Dhe të jeni të sigurt që koalicioni merr një mbështetje shumë të madhe se sa vetëm ato vota që i çon Aleanca Progresiste LZK këtij koalicionit opozitar
për zgjedhjet parlamentare. Por ne duhet ta kemi një rezultat tani, si e vetmja mënyrë për të negociuar mbi bazën e këtij rezultati. Ky rezultat jetë premisa për të vazhduar dhe për të ecur përpara ndryshimit. Super. Atëherë të lutem më thoj dëgjuesve dhe shikuesve ku mund t'ju ndjekin në rrjetet sociale ose faqen nëse keni dhe si mund të votojnë në 14 maj. Po, neve të gjithë aktivitetin ton elektoral dhe politik e shpërndajmë në rrjetet tona sociale, në Facebookun e secilit prej kandidatëve apo funksionarëve tanë, Fabian Topollai, Astrid Patozi, Dashamir Shej, në faqen tonë të Facebookut gjithashtu Aleanca Progresiste LZK dhe në fletën e votimit të gjithë që ndajnë këto ide dhe do duan të kenë këshilltar opozitar me çdo kryetar bashkie që fiton në qytetet e tyre, të votojnë numrin 10 në fletën e votimit, Aleanca Progresiste LZK me drejtues zotin Dashamir Shej, që gjithashtu ka emrin në fletën e votimit. Super fare dhe unë ftoj të gjithë dëgjuesit që ndodhen akoma në Shqipëri ose puna imi që jam larg që të votoni. Është shumë e rëndësishme që të dilni të votoni dhe nëse idetë ju përputhen, siç u përputhen mua në këtë rast në një pjesë shumë të madhe, pse jo të votoni Aleancën Progresiste LZK që të shikojmë dhe ne diçka tjetër ndryshe nga kjo vorbulla e errët që nuk po me sa duket mezi po dalim. Ne sloganin e subjektit ton politik e kemi voto opozitë ndryshe, sepse neve mendojmë që jemi ndryshe prej pjesëve tjera të opozitës, sepse ne ofrojmë ndryshimin dhe jo vetëm rotacionin. Të gjithë ata që e mendojnë si ne që Shqipëria ka nevojë për ndryshim dhe jo vetëm për rotacion, e kanë mundësi në datën 14 maj, numrin 10 në fletën e votimit, Aleanca Progresiste LZK, dhe për të përdorur terminologjinë e drejtuesit këtij subjekti zgjedhor, zoti Dashamir Shej, nuk do ju zhgënjejmë, do ju përfaqësojmë me dinjitet ashtu siç e meritojnë. As do ju zhgënjejmë, as do ju gënjejmë, as do dredhojmë nga këto ide asnjëherë. Perfekte. Shpresoj dhe ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese në zgjedhje, por edhe në karrierën tuaj. Faleminderit shumë ty. Deri atëherë, mirupafshim. Gjithë mirat. Putin në bu, CHI, bu, CHI. Po.